më thonë, ne si SHSKUK kemi detyra dhe rol tjetër që na është dhënë me statut, dhe të cilët nuk miremi me operacione ditore as në SHKUK, as në spitalet tjera regionale. Kjo besoj që është me rëndësi për më kuptu, për me di që, do të thonë, direkt SHSKUK-ja nuk ndërhyn me njëherë dhe ad hoc në asnjë veprim që kryhet në cilën do njësi përbërëse të SHSKUK-s. Duke thënë këtë, duhet me pos parasysh edhe një gjatë tjetër. Objektet, infrastrukturat të cilën e kemi trashëguar është viteve të shekullit të kaluar, e cila është ndërtu në kushte të një kohe dhe mendësie tjetër të shëndetësisë, kështu që dallon shumë prej koncepteve moderne dhe infrastrukturës të cilën parimisht e ofrojnë spitalet në për vendet të ndryshme të botës. Ajo që duhet me di që pas shumë viteve investimeve si përfaqësore, të cilat janë bën në njësitë ndryshme të SHSKUK-s, ku përfshihet edhe SHKUK-ja, kohëve të fundit kemi filluar me renovime pak më ndryshe, të cilat nënkuptojnë një transformim të mirëfillt të secilit repart klinik apo njësie përbërëse të cilën e prekim. Duke thënë këtë, duni me ditë se klinika e pediatrisë është njëra prej klinikave më të mëdha, ose muj me krahasu me gjysmën e një spitali regional, domethënë ka mbi 152 shtretër, ku mesatarisht brenda mujit janë të hospitalizuar mbi 500 pacient. Domethënë brenda 6 mujve të vitit 2026 janë hospitalizuar më shumë se 3300 pacient, domethënë fëmijë aty. Ka një veçanërisht ndaj në ditët verore, ka një fluks tepër të madh të pacientëve të cilët kanë helmime ose gastrite akute dhe kronike, dhe faktikisht ka një ngarkesë tepër të madhe. Këta veçanërisht duke ditur se edhe spitali faktikisht regioni Prishtinës apo Prishtina si kryeqytet nuk e ka një spital vetin sekondar, kështu që mbi ngarkesa është shumë evidente. Domethënë janë edhe pacientët e Prishtinës, edhe pacientët nga regionet e ndryshme të Republikës Kosovës, të cilët vinë dhe marrin shërbime këto. Kështu që, domethënë, ne nuk është që kemi intervenu pas publikimeve, ekziston një plan për renovimin e klinikës së pediatrisë, i cili nënkupton që duhet një renovim i mirëfillt, konkret, dhe një transformim rrënjësor i klinikës pediatrisë.